Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me si ti ndjejmë, si ti njohim dhe si ti lëm të shkojnë blokadat emocionale. Këtë video do të ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë do të tregoj se si ne ti dallojmë, si ne ti njohim sinjalet e bllokimeve emocionale dhe ndërkohë pjesën e dytë disa këshilla që të arrini të veproni me to. Mësoni që emocionet e bllokuara, që në vetvete fjala emocion ka këtë kuptim, është energji, mocion është ajo që ne që të gjithë ndjejmë. Ne që të gjithë kalojmë sfida në jetë. Nuk ka rëndësi se si i kemi pra këto sfida në jetën tonë, por një gjë të dini që ne që të gjithë jemi të ndryshëm dhe duke njohur dhe duke ndjerë të gjitha bllokimet emocionale, pra e energji, emocion, dridhje tona, është ajo që ne do të arrijmë në mirëqenien e jetës tonë në të gjitha nivelet e saj dhe sidomos të kuptoni që deri tani në këtë shoqëri është vepruar me qëllimin, pra qëllimin për të luftuar atë ose për të arritur atë që ju ëndërroni, dëshironi. Pra qëllimin, por si mund të shkosh në qëllim, pra si mund të arrini në qëllim, nëse gjatë rrugës për të cilën ne kalojmë, nuk njohim ato që quhen pengesa dhe përse ne i kemi pengesat. Mësoni që ne që të gjithë kemi ardhur në këtë jetë të mishëruar për të arritur të jetojmë jetën. Por, edhe nëse unë e dëshiroj jetën si unë e dëshiroj, dhe gjatë rrugës nuk e arri, pyetja është, a i keni bërë pyetje vetes ashtu si kurse dhe unë dhe ju, përse ne nuk arrim gjërat me lehtësi, a është kjo përse ne nuk shërohemi, po edhe qëndrojmë gjithë jetën me ilaçe, përse ne nuk arrim me lehtësi të kemi një marrëdhënie të mirë, ose edhe në qoftë se pretendoni që marrëdhënia është juaj mirë, pra pretendoni, në vetvete e kuptoni që ka diçka që nuk shkon, ose në lidhje me punën ku shkoni, ose në lidhje me çdo gjë që bëni, pra me një fjalë, që të gjithë ne ndjejmë që kemi diçka që ndikon në jetën tonë, dhe këto janë emocionet e bllokuara për të cilën janë të pavetëdijshme. Pra i kemi krijuar gjatë gjithë jetës tonë, gjatë gjithë sfidave që ne kemi kaluar, gjatë rritjes tonë, dhe në këtë rast si duhet ta kuptoni si diçka e padukshme. Pra, shembull për t'ju dhënë që këto emocione janë të bllokuara dhe ajo që ju do të arrini të kuptoni është se si janë këto të bllokuara, dhe në këtë rast unë do ju jap një shembull të tillë. Keni një kazan me ujë, edhe e keni mbushur, pra një kazan me ujë. Keni ditë ose muaj, nuk ka rëndësi. Çfarë ndodh? Në vetvete uji është energji, dhe vetveti ju nga vetë atmosfera, nga vetë hapësira, në vetvete uji në fund krijon lumra, dhe ju e dini këtë, se nuk jeni për herë të parë. Kur lini një enë me ujë të ndënjur, ju e ndjeni që është diçka ndryshe se i freskët. Pra çfarë ndodh? Le të themi që këtë kazan me ujë, ju bum e shkuni, pra ose më fal, ju e shikoni këtë kazani, dhe kur e shikoni uji është përsëri i pastër, okay? Por merrni një shkop dhe shkundeni, ose bjerimi me këmbë. Çfarë do të bëj?
uji do të filloj të lumboset. Pse? Sepse gjithë algat, pra gjithë lumra që kanë rënë në poshtë, pra ndjenja, sepse është pra nga janë ato algat që bien në fund, pra kazani do të turbuloset. Pra çfarë ndodh? Kështu janë edhe emocionet tona, për të cilat që të gjithë ne I kemi në zorrët e barkut, dhe ajo që pra qëllimi që vazhdohet, pra jepet shpjegim në të gjithë aspektet e jetës, edhe në këtë rast, edhe në lidhje me ato që ju merrni në lidhje me mësimet me dietë, me mësimet ose me njohuri që u jep mjekësia, nuk kam asgjë, nuk kritikoj asgjë, nuk gjykoj asgjë, është vetëm që unë jam në një drejtim tjetër të jetës, të drejtimit të vërtetësisë, për atë që pse ne si qenie njerëzore kemi këto emocione të bllokuara në zorët e barkut, për të cilën ju e shikoni që ku ne rritemi, pra ne rritemi dhe sidomos mbas moshës 30 vjeç e lartë, sepse energjia është deri në 30 vjeç që është në zhvillim, mbas moshës 30 vjeç energjia zhvillohet, se energjia nuk bllokohet. Ajo vazhdon por çfarë ndodh? Me ne duke rënë në qetësi, pra duke krijuar atë që është imagjinata juaj, pra okej, unë kam një punë, unë kam marrëdhënie, unë kam fëmijë, edhe nuk ka asgjë gabim, por çfarë ndodh është që ne nuk I japim trupit ton shëndet të vazhdueshëm, dhe në këtë rast ndjeni që keni, pra që të gjithë pothuaj se janë me bark. Pra çfarë do të thotë? Në të shumica mendojnë që ndoshta e kanë nga ngrënia. Sigurisht dhe ngrënia ndikon, sepse ne nuk kam shëndetshëm. Pra nuk kam shëndetshëm, duke vetë ne si që njerëzore, duke krijuar lloj gjërash për përfitime, pa harruar që ne dëmtojmë veten tonë, ne e kemi këtë edhe tek të tjerët. Dhe si përfundim, vetë ne çfarë kemi krijuar ne, mbi atë që nuk quhen të shëndetshme, por që për ne në thonjza janë të mira, janë pasojat që shumica, qoftë edhe në moshë madhore, kanë një lloj pra bark. Në ç'kuptim? Kjo nuk ka të bëjë vetëm me ushqimin, kjo ka të bëjë se ne kemi emocione të bllokuara për të cilën gjatë jetërisë së jetës ne nuk kemi ditur ti njohim dhe ti ndjejmë. Dhe pyetja është, a mundemi ne ti dallojmë? A mundemi ne ti njohim ato? Sigurisht, por le të fillojmë me pjesën e parë. Pra si ti njohim, si ti dallojmë, si ti mësoni që emocionet me të vërtet janë ato që janë, siç është rasti me kazanin, por në këtë rast po janë mure të blokadave, të energjive të ndryshme që I kemi në zorët e barkut. Dhe në këtë rast janë që na pengojnë ne, jo vetëm që ne të ecim pra vetë me rritjen tonë, pra nuk rritemi në mënyrë të shëndetshme, nuk jemi në gjendje të krijojmë dhe të arrijmë me lehtësi mënyrën e bukurisë së jetës për të ecur hap pas hapi si universi ecën çdo ditë. Pra çdo ditë është e re për ne. Dita e sotme është ajo që bëj sot, nesër është diçka tjetër e meravë. Pra çfarë do të thotë është që këto janë të bllokuara dhe në këtë rast jo vetëm që ndikojnë në të mirën e vetes tonë, por dhe në jetën tonë. Dhe pyetja është, po kush janë këto emocione të bllokuara dhe si? Që të gjithë në lidhje me jetën janë të gjitha përvojat e dhimbshme që ne kemi kaluar. Pra që të gjithë e dini, që të gjithë jeni unik, që të gjithë keni përvojat tuaj, rritjen tuaj, edukimin tuaj, mënyrën se si jeni rritur. Pra në këtë rast përvojat të dhimbshme që mund keni arritur gjatë jetës tuaj. Ndërkohë frikrat që keni frikë se mos humni marrëdhënien, frikë mos humni punën, frikë nga sëmundja, frikë nga çdo gjë që ju, dhe këto janë në mënyrë të pavetëdijshme, pra janë të padukshme, janë pra mure të bllokuara në veten tonë që ne nuk I shohim, por që në vetvete I kemi në brendësi. Tjetër është që kemi pasiguri dhe që gjitha këto janë që një pjesë I mbani mend, ose I dini, ose dhe nuk I dini.
Tjetër është që këto ndikojnë në marrëdhënien tonë, pra në lumturinë, jo vetëm në marrëdhënien tonë me veten tonë, por dhe me të tjerët në çdo lloj aspekti. Pra ndikon në lumturinë tonë, po kështu edhe në zhvillimin tonë personal. Pra nuk jemi më në gjendje të arrijmë të kuptojmë rritjen tonë. Pra të dallojmë se kush është e mirë dhe kush nuk është e mirë. Pra jemi bërë, si thua, ajo rutina e përditshme e jetës, për të cilën pa e kuptuar, edhe pse gishtat janë të ndryshëm, edhe pse ne jemi të ndryshëm në familjen tonë, edhe pse jemi me prindër të ndryshëm, me kultura të ndryshme, me tradita të ndryshme, me vende të ndryshme, kombësi të ndryshme, shtete të ndryshme, ne sigurisht jemi me të vërtetë unik dhe nuk ka rëndësi ajo që ne të kuptojmë, ne jemi qenie njerëzore, ne jemi që të gjithë njësoj, nuk ka rëndësi se çfarë gjuhë e flet, nuk ka rëndësi se çfarë ngjyre ke, nuk ka rëndësi se ku jeton, si jeton. Kjo tokë është e të gjithëve, kjo tokë është krijuar nga perfekcionizmi i Zotit të Madh, i universit të bollshëm, dhe është për ju, për mua dhe për ne të gjithë. Pra mjaft më duke ndenjur me këto emocione të bllokuara, për të cilën është ajo që ne duke krijuar këtë mur, është dhe tjetra që ne mbetëm si qenie njerëzore aktiv. Sa mbaron një gjë, fillon një gjë tjetër dhe çfarë ndodh me ne? Ne nuk jemi në gjendje të reflektojmë për veten tonë. Pra që të gjithë pa e kuptuar në mënyrë të pavetëdijshme, pra në mënyrë pilote ne bëjmë gjëra, pra fjalët, mendimet, sjelljet, zakonet, varësitë, situata, ngjarje që ne kemi kaluar, ne i shohim pothuajse që të gjithë, kudo në çdo pra çfarëdo lloj që shikoni në botën e jashtme, është pothuajse e njëjtë. Pra çfarë është qëllimi, dhe këtë qëllim ju e ndiqni në televizor, a janë lajmet, a janë show, a janë çfarëdo lloj është qëllimi. Pra në fakt, nëse ju shihni një show, ju shihni jetën tuaj. A është kjo e vërtet? Apo gënjej për këtë? Por a është jeta juaj ajo që shihni ju në show? A është jeta juaj ajo që dëgjoni ju në lajme? Pra është qëllimi që e zëm u vrak këtu, ose e zëm që mund të ketë dhe kritik, që e zëm spitalet nuk kryen funksionin si duhet, shumë njerëz abuzojnë. Është e vërtet, po kush nuk përse nuk kërkojnë, më përse ndodhin këto gjëra? Kush është shkaku përse qenia njerëzore qëndroni së mur? Përse qeniet njerëzore po t'i shohësh në çdo, sidomos moshën mbi 35 vjeç e lart, të shëndetshëm? Kush është ky qëllim? Përse sigurisht që shkruhet për çdo gjë, mbaj këtë dietë, bëj këtë, bëj atë. Por tani të kuptoni, shkaku i të gjithave gjëra që ne qëndrojmë të pafuqishëm, qëndrojmë që jemi pra në çdo marrëdhënie që diçka nuk shkon mirë, në çdo marrëdhënie, se marrëdhëniet janë të ndryshme, a është shëndeti, a është marrëdhënia se si shkoni me të tjerët, me veten tuaj, me familjen tuaj, me punën tuaj, pra në çdo, në financat tuaja, në dashurinë tuaj, pra në çdo aspekt të jetës. Kjo është që ne do të mësojmë që emocionet kanë një rëndësi jashtëzakonisht, dhe ne duhet t'i ndjejmë, dhe ne duhet t'i njohim, dhe t'i lëm të shkojmë pa gjykuar, pa kritikuar, thjesht duke i falur dhe duke dhënë dashuri, por që të arrihet kjo, për sa kohë ne kemi në zorrët e barkut të gjitha emocionet e bllokuara, sigurisht nuk është e lehtë për ne, dhe kjo është që ne mbijetojmë jetën dhe nuk e jetojmë. Pra gjithsesi që të gjitha këto emocione, pra që janë me të vërtetë që janë të bllokuara, dhe në këtë rast, në vetvete ne si qenie njerëzore, edhe pse gjatë jetës kalojmë sfida, ne kuptojmë që diçka në brendësi, nën sipërfaqen tonë, pra jo në pjesën e jashtme, se si ju dukeni në botën e jashtme, por në brendësi, nën këtë trup, nën sipërfaqen tonë, ka diçka tek ne, që të gjithë e dini këtë, që të gjithë keni sfida tuaj, që të gjithë keni probleme tuaja, pra ndjehet diçka e thellë. Por kush është kjo që na bën ne që të ndjejmë? Është që ne kemi shenja e dytë, ne kemi një derë të mbyllur. Dhe kush është kjo derë e mbyllur? A zemra jonë.
Që do të thotë, ky trup multidimensionar për të cilën mësoni ne që femër mashkull jemi energjia mashkullore është mendja, energjia femërore është pjesa e organeve tona, pra e kemi në brendësi, janë këtu në zonët e barkut, nga këmbët tona deri në stomak, që janë 3 shakrat, është shakra i sigurisë që ne qëndrojmë në 2 këmbët tona, sa të sigurt jeni. Është shakra poshtë kërtizës e emocioneve dhe seksuale, sa të sigurt jeni me emocionet tuaja apo me të tjerët, apo dhe nga ana seksuale. Është stomaku, sa të fuqishëm, sa të pavarur, sa në fuqin tuaj, sa në identitetin tuaj, në veten tuaj ju jeni, si paraqiteni në këtë botë, si njiheni në këtë botë. Por, për sa kohë këto janë të blokuara, pra janë në zorët e barkut, është ne të gjitha këto bindje i kemi që ne kemi krijuar këtë mur, dhe duke qëndruar në këto nivele, janë të gjitha pasojat që ju njihni. Unë nuk do të flas për pasojat, se që të gjithë i dini. Por në qoftë se ju jeni këtu, do të thotë që diçka jeni jo pa qëllim, pra diçka në jetën tuaj nuk rrjedh lishëm, nuk është ashtu si ju e dëshironi. Gjithsesi, ajo që duhet të kuptoni është që në veten tonë ne kuptojmë që ka diçka të rëndësishme, dhe kjo është që të gjithë ne, edhe pse mundohemi e përpiqemi, përsëri kjo derë qëndron e mbyllur. Pra zemra jo nuk hapet. Po përse ndodh? Mësoni një gjë, për sa kohë ne nuk do të jemi me veten tonë mjaft më pak në botën e jashtme, por kërkoj dhe është koha, dhe prandaj po bëj këtë video, është që ne do të lidhemi me veten tonë. Pra do t'i japim kohë vetes tonë. Dhe në këtë rast të kuptoni që qelsin e zemrës e keni ju, Diana ju motivon. Por si mund të hapi Diana qelsin e zemrës tuaj? Pra, po e marr një shembull tjetër, keni derën. Ju, si që të gjithë ne kemi qelsin e shtëpisë. A mund të hapi Diana qelsin e shtëpisë me qelsin tim? Sigurisht, pra unë nuk mund t'ju hap zemrën tuaj, sepse ju jeni dhe keni me të vërtet zemrën tuaj unike, për të cilën është hiri ynor. Keni ardhur në këtë jetë si angjëll, është ajo që kur ju qatë si beb, është zemra që erdhi, dhe në këtë zemër qëndron hiri, është qelsi mistik, është qelsi i universit, i Zotit tuaj. Pra sepse e kemi Zotin në zemër, është ajo, kjo zemër na mban 24 orë. Kjo zemër është krijuar me hirin ynor, me mision dhe me drejtim, që të gjithë ne do të rritemi në këtë jetë dhe do të shkojmë diku. Pra, po mënyra është tani që në qoftë se nuk keni arritur për atë, që të gjithë që fëmijë keni pas dëshire dhe ëndra e betash, sepse fëmijët janë që imagjinojnë, janë që luajnë me të vërtet me ndjeshmëri, pastaj ndryshojnë gjërat, sepse jetojmë në një sistem për të cilët akoma dhe sot flen gjumë që rrim me bagazhe të vjetra për të cilat nuk na shërbejnë më. Pse? Sepse energjia lëviz. Çdo gjë që ne kemi marrë nga e kaluara dhe e reflektojmë, nuk do ju se kam bërë një video për para kësaj, se si fëmijë nuk kur na mungon dashuria, pra çfarë ne krijojmë, dhe këto janë me të vërtetë, unë nuk do ju në detaje, por të kuptoni se qelsin e derës nuk ja u hap Diana, pra në këtë rast të derës shtëpisë, ose e krahasova që ju e keni qelsin e derës së shtëpisë tuaj, vetëm ju e hapni atë, dhe në këtë rast qelsin e zemrës e keni ju, që do të thotë ne do të hapim këtë, pra ju jeni, unë ju motivoj, po jeni ju që vendosni, dhe në qoftë se ju filloni këtë, hapni krahët dhe bekoni se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Pra çfarë do të thotë? Është që hapja e zemrës është afër jush. Është tek ju, jeni ju. Në këtë rast, a jeni gati, bëhet pyetja se universi na fton, a jeni gati të shikoni me vërtetësi atë që është për të mirën tuaj? Dhe kjo sigurisht, ju lutem, më besoni, është në dorën tuaj, është në cepin e majt të zemrës tuaj. Pra, që të gjithë e keni këtë, dhe kjo është që në këtë qëndron
fuqia jonë, në këtë qëndron dashuria jonë, në këtë qëndrojnë të gjitha emocionet e mrekullueshme për të cilën ne I kemi krijuar pra në kohën derisa arritëm që u lidhëm, pra si thua erdhi mendja jonë online dhe ne filluam të mësojmë dhe të bëjmë gjërat si bën shoqëria, pra qoftë me prindrit, qoftë me që të gjithë, por shënim. Nuk kam asgjë me atë kohë, afati kohë në atë kohë ishte ashtu, por ne jemi duke u zhvilluar dhe kjo është që ky shekull I ri. Pra në këtë rast jam unë përpara jush duke dhënë informacionin e vërtetësisë së jetës së universit të Zotit të Madh që na ka krijuar si qenie njerëzore, sepse jemi energji e energjia lëviz dhe në këtë rast me mira shekuj, me mira vite ose me shekuj është që ne në këtë moment, unë dhe ju që jemi në këto video, ne po zhvendosim atë që kemi vepruar vetëm me një energji mashkullore, pra janë shisat, shikimi, dëgjimi, nuhatja, shihimi, prekja, pra që ne veprojmë pa patur atë që quhet ndjenjë. Dhe në këtë rast ne nuk mund të arrijmë të ndjejmë sepse janë këto energji të bllokuara. Prandaj do të hapet. Nuk kemi më pse shihni në botën jashtme, do të hyjmë në brendësinë tonë. Kjo zemër është me të vërtetë që është zgjidhja për të shëruar nga gjitha dhimbjet që kemi në zorët e barkut, pra dhimbjet tuaja të çdo lloj emocioni që do t'ja u vazhdojnë në vazhdim. Por pyetja tjetër, shenja tjetër është, po si ti dallojmë dhe si ti njohim? Le të themi që emocionet janë bllokadat tuaja dhe tani në këtë jetë ne kemi dy lloj emocionesh, emocione të padukshme, pra që do të thotë ose delikate, për të cilën jo të padukshme, por falni delikate, për të cilën gjatë jetës sonë të përditshme nuk I japim shumë rëndësi. Dhe pse kudo në çdo aspekt të jetës, qoftë dhe një zënje me një koleg apo me partnerin tuaj për gjëra edhe budalliqe, pra të kota, këto janë stresore që pa e kuptuar në mënyrë të pavetëdijshme ju bëjnë ju që në një kohë, pra në zhvillimin tuaj, ndoshta të ndjeni pa energji, të sëmur, nuk jeni pra nuk ndjeni të qetë me veten tuaj, me marrëdhënien tuaj, pra e kuptoni që diçka nuk shkon. Po kështu është edhe ajo që janë emocione të thella, për të cilën për këtë kam bërë një video përpara, për të gjithë ju që ndjeni, që jeni ndjerë si fëmijë dhe sidomos gjeneraca ime, ne kemi emocione të thella aq të shtypura në zorët e barkut, për të cilën kanë bëjmë atë që është ajo që ne kemi pasur një mendim, një besim, ose çfarë ne kemi krijuar gjatë jetës tonë, për të cilën na përsëritet vazhdimisht dhe është pak a shumë e njohur për të gjithë, sepse atë që keni parë në fëmijëri, ju e tregoni edhe tani në marrëdhëniet tuaja kudo. Pra ndihet si një model I njohur. Gjithsesi të kuptoni që disa sinjale të shpejta. E para është që ju ndjeni trishtim dhe ju ndjeni melankoli. Pra që do të thotë që ju ndjeni shpesh që nuk jeni lumtur. Pra në jetën tuaj është si një mjergull, pra një re mjergull, pra që vjen në jetën tuaj, ju e dini që ret vin dhe ere qelli është blu, herë bëhet me re të bardha, herë me re lloj-lloj ngjyrash, kështu është krijuar, kështu e ka krijuar krijesa dhe ne nuk kemi pse ankohemi, por të themi faleminderit sepse çdo gjë është me një qëllim. Dhe në këtë rast ju ndjeni pra që keni një mjergull, pra një si tym, si mjergull që vazhdon në jetën tuaj dhe është bërë si diçka normale, por në vetvete ju e kuptoni që ka diçka të tillë, por nuk dini si të veproni. Pra, a jeni të trishtuar, a jeni të melankolik gjatë jetës tuaj? Pra, kjo nuk do të thotë që do kesh çdo ditë, po a e ndjet çfarëdo lloj që ti e përqendron mendjen, duke parë show, duke parë televizor apo filma apo të tjera. Prap mas si mbarojnë këto, pra e kalove këtë, prap ndjehesh, sidomos kur pra gjatë jetës, pra ditës e jetës, prap le që
mësoni një gjë, ne nuk jetojmë ditën e jetës, se ne po të jetojmë ditën e jetës, është një bekim, sepse ne qëndrojmë në momentin prezent, ne jetojmë se si të kalojmë jetën e ditës. Pra si të kalojmë jetën e ditës. Dhe në këtë rast, çfarë do që shkoni në punë, rutina, në punë apo çfarë bëni, pra vjen televizori, vjen show, vjen me qëllim që atë që ju keni një lloj lodhje dhe kjo lodhja janë emocionet e bllokuara, pra pa e kuptuar se nuk jeni në veten tuaj, jeni në atë që shqipni se çfarë bëjnë të tjerët dhe bëni dhe ju, pra siç ja u tregova. Dhe në këtë rast të kuptoni që me të vërtet jeni pra ndjeni përsëri të trishtuar, ndjeni përsëri melankoli. A e keni këtë? Nëse po, është sinjal që ju keni emocione të bllokuara. E dyta, ndoshta ju e ndjeni që nuk jetoni vërtetësinë me jetën tuaj. Dhe si, le të themi që ju mund të bëni aktivitet, ashtu sikurse dhe unë jetën e parë, para zimit, aktivitete nga më të ndryshme. Do me të i shijoja, moj shkoja në për pushime të tjera, apo aktivitete që bëheshin tjetër, mund të takojmë me njerëz të këndshëm, por përsëri ne ndjejmë që nuk është ajo që ne na bën të lumtur, edhe pse ne argëtojmë në kuptimin, jo se argëtojmë ne, po është det aktiviteti argëtues, për shembull dasëm ose kudo festivale ose çfarë ju bëni e tjera, apo njerëzit që ju takoni, përsëri kur ju ndajni ose kur mbaron këto, ju përsëri ndjeni që nuk kënaqeni, po edhe aty ku jeni nuk kënaqeni, pra ndjehet që nuk jeni të lumtur. Atëherë dhe kjo është një shenjë që ju jeni me emocione të bllokuara. Tjetër është, ne kemi kufizime, pra kemi krijuar besime kufizuese në veten tonë. Dhe një nga këto është, sidomos për veten tonë, ne jemi të pamjaftueshëm, pra është në mënyrë të pavetëdijshme, që do të thotë që të gjithë ne jemi me të vërtet këtë lloj, pra ku ne kemi një mendim të vazhdueshëm për jetën tonë, në çdo lloj aspekti që kemi, le të themi që ti e di që puna nuk të pëlqen, por do të shko sepse duhet të jetosh, okay? Por në vetvete e ke këtë emocion, pra e ke këtë lloj besimi që ajo që po bën nuk të pëlqen, por besimi se do të shko se nuk ka rrugë tjetër. Pra është besimi që ke dyshim në vete dhe këtë e bën, pra vazhdon. Tjetër është që me të vërtet këtë e keni në sistemin tuaj, të trupit tuaj edhe në mendjen tuaj, pra të ngulitura. Dhe gjithsesi të kuptoni një gjë, ose në marrëdhënie që e di që e zëm diçka në marrëdhënien tënde nuk shkon, por nuk di ti japësh përgjigje dhe e vëgishtin që të tjerët e kanë fajin. Pra qop marrëdhënia, qop motra, vllai e tjera, pse? Sepse është krijuar ajo që duke qenë vetëm me besimin që ju keni, që ju jeni mbi të tjerët, ju dini gjithçka, ju nuk planoni kritik sepse i kemi krijuar dhe si shfaqen. Ne flasim me veten tonë në mënyrë jo të drejtë, pra jo optimist, thjesht duke u ankuar. Pra, por nëse ti ankohesh dhe për tjetrin, mos harro se je i lënduar. Dhe në këtë rast janë emocione të bllokuara, sepse njerëzit që janë me të vërtetë me emocione të lira, të dashurisë hynore, pra pa kushte, të asaj që jetojnë jetën si ata e duan, pa u varur nga të tjerët, nuk jetojnë jetën e tyre, edhe pse ne Diana jeton në këtë realitet. Pra ka energji të ulta, ka energji të larta, pra në kuptimin e asaj që ka njerëz që pa e kuptuar jetojnë me emocione për të cilët i kanë zorët e barkut, por jo në përgjithësi njerëzit nuk janë të këqij, por ata nuk dinë ashtu sikurse dhe ju të punojnë me këto emocione. Tjetër të kuptoni që ne i kemi krijuar në fëmirin tonë. Pra unë bëra një video, sepse jemi ndjerë pra të kërkonim të vlerësojshim, kërkonim të dëgjoheshim, kërkonim të na ndjeheshin emocionet, por këtë ne nuk e arritëm dhe kjo është edhe në gjatë rritjes tonë, ne nuk dinim si ti veproni me këto emocione, por morëm me vete ato që pam, pra kudo në çdo aspekt të jetës, me kë kishim kontakte. Tjetër është që të gjithë ne kemi përvojat tona, sfidat tona, dhe mbi të gjitha ajo që ne krijojmë, dhe unë nuk do të hyj gjatë sepse kam bërë një video para kësaj në lidhje me
Pra çfarë ne krijojmë si edhe në këtë rast është ne e gjykojmë veten duke thënë jam i pamjaftueshëm, jam i pa, nuk e meritoj dashurinë, pra kudo në çdo në mënyrë të pavetëdijshme, pa e kuptuar i tua vetes dhe nuk arrin që të krijosh të hysh në vërtetësinë e asaj çfarë po ndodh me ty, pse? Sepse janë këto emocione për të cilën ju bëjnë ju që keni besime të kufizuara. Unë do ju jap një shembull nga jeta ime. Unë e dija që marrëdhënia nuk shkonte. Dhe sigurisht duke mos shkuar marrëdhënia, unë kisha besimin që është turp të ndahesh. Pra kisha krijuar unë një besim. Po pse është turp të ndahesh? Këtë sigurisht ma zgjidhje ma dha shpirti, po si hapa zemrën mrekulli, sepse shpirti erdhi e çfarë do lloj që ne të kalojmë në jetën tonë, çfarë do lloj pengese që ne të kalojmë në jetën tonë, ne përsëri do të lidhemi me shpirtin. Kështu jemi krijuar. A do të lidhemi tani në këtë kohë, në këtë moment që jemi të hapur dhe ka një mënyrë tjetër? A do të lidhemi kur të vi pragu i vdekjes tuaj, sepse shpirti do jetoj një ditë, ne do ikim si trup fizik, po shpirti është. Dhe ju e shihni në prindrit tuaj ose dhe në veten tuaj që nëse jeni në moshë mbi 45 vjeç e lartë, ju e ndjeni që ka diçka që nuk shkon në jetën tuaj. Ju eksperjenca, përvoja e jetës tuaj ju ka mësuar shumë. Pra shpirti dhe ky është qëllimi, asgjë nuk bëhet pa qëllim. Pse? Se krijesa na ka krijuar si qenie me këtë zemër, jo vetëm me hirin pra është astrale, është neutrale dhe kur ne dëgjojmë e hapim këtë zemër, ne do të ecim me ritmin e universit dhe në këtë rast është misioni i drejtimit të jetës tonë. Pra jemi me një mision, me një qëllim në këtë jetë dhe mbi të gjitha e kemi që në kohën e fëmirisë tonë. Pra është ajo që kur ne lirojmë këto emocione në zonët e barkut, për të cilët këtu është poshtë kërtizës janë emocione dhe chakra seksuale për të cilët gjatë rritjes ne krijojmë emocione me veten tonë, me të tjerët, por edhe në lidhje me marrëdhënie pra që kemi edhe nga ana seksuale, është martesa tradicionale, është thjesht se shkoni me dikë, varet nga mënyra se si ju ndjeni me emocionet tuaj. Kur jeni të lënduar, të jeni të sigurt që ju jeni në marrëdhënie të lënduara, sepse energjia të rreq energjinë. Tjetër, një shënim që dua t'ju jap është të kujtoni që për sa kohë ne do të mbajmë këto kufizime, pra i pavlefshëm, i paaft ose i pamjaftueshëm, pra të tjerët janë më mirë se ne, pra të tjerët dinë edhe ne jo, kjo është që ne na mban të zvogluar. Pra ne nuk arrim të ndjekim talentin dhe dërtin tonë që e kemi që të gjithë në fëmiri. Prandaj kjo kërkohet që ne do të punojmë me emocionet, me qëllim që të krijojmë mënyrën e bukur të jetës, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës për të jetuar që të gjithë. Edhe tani në ato marrëdhënie që për ju ndoshta duken si diçka që ka marrë fund në asnjë mënyrë, nëse ju arrini në veten tuaj, ju do t'jeni në gjendje që të kuptoni, t'i jepni marrëdhënies një rrugë akoma më të mirë se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, ose do t'jetë duke që në fuqin tuaj do të kuptoni që marrëdhënia nuk është për ju dhe të jetoni jetën tuaj sepse jeta është e shkurtër dhe në këtë kohë që të gjithë ne jemi të lirë të jetojmë jetën tonë. Por pyetja është kush ju pengon ju dhe përgjigja. Këto pra blokadat që kemi, përvoja nga jeta, me trauma, me drama, me pra dhimbshmëri që mund të keni kaluar nga humbje të ndryshme, partner apo fëmijë, me frikën, frika për të mbajtur marrëdhënien, është frika e lidhjes, frika për të mbajtur marrëdhënien, sepse je xheloze ose tjetër dikush të kontrollon jetën ty, nuk të lë të lirë e të tjera, pra gjitha këto gjëra, pengesa, sigurisht jeta nuk është në një vit të drejtë, do të ketë pengesa, se edhe zemra nuk lëviz në një vit të drejtë, se po të shkojë në një vit të drejtë ka marrë fund. Por është pra hecën dhe ngrihet dhe ulet, pra në jetë ka dështime, por nuk janë fatale, në jetë ka fitime, por nuk janë të përreshme, që të gjithë i keni dëgjuar, që të gjithë ndoshta jeni vetë, herë të ngre, herë të ul, pra kështu është jeta, por pyetja është, përse ne nuk arrim të jetojmë të qetë, përse ne i kemi këto emocione, atëre bëjni pyetje vetes, çfarë mendimi, po ju pra bëjni pyetje vetes, çfarë mendimi, çfarë bindje është në mënyrë të pavetëdijshme që vazhdon
pra çdo ditë në jetën tuaj. Ajo që ju vjen ju, nuk them çdo ditë, se ti nuk do jesh çdo ditë me këtë, por ajo që ju vjen në mënyrë, kush është ai mendim, kush është ajo bindje që të vjen ty në mënyrë të vazhdueshme, pra në jetën tënde, pra që të përsëritet, dhe kjo është në mënyrë të pavetëdijshme. Tjetër, kjo vjen se ne kemi një sabotator në veten tonë, ne kemi një zë të brendshëm, dhe ky zë i brendshëm është që është në sistemin tonë, dhe në këtë rast është në mendjen tonë. Mësoni që ajo që ne kemi arritur, kjo vjen nga besimet kufizuese që ne kemi marrë në vete, ndoshta nga feja, nga kultura, nga traditat, por edhe ajo që ne krijojmë vetë si fëmijë ku nuk jemi ndjerë në familjen tonë të dëgjuar, të parë, ose ndoshta dhe na kanë keq trajtuar, pra nuk ndjeshim të sigurt, pra janë besimet që ne kemi krijuar vetë. Gjithsesi, këto shfaqen, siç u thash, me biseda jo optimiste, duke kritikuar veten dhe duke gjykuar veten. Mësoni që kur ne vazhdojmë bëjmë këto diskutime me mendje, dhe sidomos ju, sepse kjo është që ne kemi krijuar ngulitje, pra besime, duke përdorur fjalë apo sjellje apo mendime që janë energji apo zakone të marra nga të tjerët, një pjesë janë të tjerëve, një pjesë është e jona, por të kuptoni, kjo është që gjatë kohës të rritjes tonë, ne na shfaqen, pra duke folur në mënyrë jo optimiste, pra me thashët teme, ndoshta duke gjykuar tjetrin, duke kritikuar tjetrin, dhe asgjë nuk shef në veten tënde. Është dhe tjetra, që me veten tënde krijon vetëdyshim, pra nuk je sigurt me veten tënde, sepse nuk arrin mendja të çon sa në një fjalë, të fut në një cirkël, në një vorbull, pra të pafundëm, sa fillon me një fjalë dhe do ta përfundosh duke bërë analiza e të tjera, apo shqetësime, dhe kjo që ju pengon ju në lidhje me dyshim në vetvete. Për një pjesë mund të jetë që krijon një kontroll, pra perfeksionizëm, pra ju jeni perfekt dhe çdo gjë do të bëhet ashtu si doni ju, dhe kjo ju sjell probleme jo vetëm për veten tuaj, por dhe në familje apo dhe për rreth. Ashtu sikurse është edhe që ju bën ju që ju doni me ndërgjegje të bëni diçka, pra filloni diçka, por nuk e mbaroni, pra ju shtym punën tuaj. Kjo është ajo që është me mendjen tonë, që nuk na jep të realizojmë, pra pse? Sepse ne nuk jemi në harmoni me këtë. Trupi jonë është multidimensionar, zemra është neutrale, pra ne kemi energji të bllokuara, dhe duke qenë se i mbajmë akoma, nuk hapet zemra, pra ne ndjejmë që diçka duam, por nuk e arrim. Kjo është ne nuk e kemi zemrën të hapur. Pra për sa kohë ne do të qëndrojmë me këto marrëdhënie të bllokuara, emocione të bllokuara në zorët e barkut. Pra zemra rri e bllokuar. Çelësin e keni ju. A jeni gati të hapni këtë zemër? Tani tjetër është shenja e pesë që ju të kuptoni sinjalet, është që ju nuk ndjeni më. Ju nuk ndjeni as trishtim, ju nuk ndjeni as gëzim, ju nuk ndjeni as zemërim, ju nuk ndjeni as një gjë, sepse kjo është janë këto emocione të bllokuara. Pse? Sepse në zorët e barkut ne kemi dhe emocione të mira. Kujtoni fëmirin tuaj, kujtoni nëse akoma nuk jeni liruar në fëmirin tuaj të eshëm, kujtoni fëmijët tuaj, shifni fëmijët tuaj nëse jeni prindër, gjyshër atjerë, shifni, sepse ajo energji që kanë këto fëmijë tani ka qenë dhe me ne, okej, për atë kohë, ka qenë energjia e nivelit të ulët, por në fund të fundit ne si fëmijë, ne nuk jemi akoma të lidhur, ne jemi duke u rritur, duke njohur, pra vetë ne me marrëdhënie, se kështu krijohet fëmia një prindin, motrën, pastaj shkon në shkolle të tjera, po varet nga afati kohën, dhe në këtë moment shifni fëmijët tuaj sa janë të lindur, pra me një energji të pastër, me energji që e ka në zemrën e tyre, pra janë fëmijë angjëllor, dhe ne kemi qenë angjëllor. Gjithsesi të kuptoni që për sa kohë ne nuk i ndjejmë këto, pra këto zemërim, hidhërim, inat, xhelozi, çfarëdo lloj që keni,
po edhe gëzimin, sepse kërkon lumturin, por lumturia nuk të vjen, do të thotë që ne nuk punojmë me këto dhimbje. Pra ne i lëm sepse nuk duam të ballafaqohemi me atë se çfarë po ndodh në jetën tonë, dhe kjo në mënyrë të pavetëdijshme, dhe pse na përsëriten gjatë jetës, këto janë bërë aq shumë të fiksuara sa si emocionet e ulta, si emocionet e larta, pra të gëzueshme, janë bërë një dhe ne nuk i ndjejmë. Gjithsesi, edhe pse çfarë rezultati sjell kur ne nuk ndjejmë, është ne anashkalojmë jetën. Pra ne nuk jetojmë tani, ne merremi me të kaluarën, ne merrim çfarë do vim, nuk jetojmë tani. Tjetër është ne kjo funksionon, por ju e kuptoni që diçka në jetën tuaj, pra funksionon marrëdhënia, edhe pse nuk mund të jetë elsimacja me miun, mund të ketë edhe ekstreme, ose në punë të tjera, funksionon, por nuk është ajo që ndodh me ju për tani, pra është që ne jetojmë pra thjesht duke bërë gjërat, duke parë në botën jashtme dhe nuk lidhemi me veten tonë. Pra kjo është ne kemi krijuar mekanizmin e mbijetesës, pra që fëmijë që bëra një video përpara, nëse jeni kurioz dëgjojeni sepse ju shërben, është 70% shërim, 30% janë që gjatë do të jap tani, dhe në këtë moment është egua që ne kemi krijuar. Pra dhe me të drejtë, sepse ne do të mbroni veten tonë, ne jetonin, ku nuk na donin të tjerët, atëherë unë do bëj diçka. Por ne duke mos i ditur dhe në nivelin e ulët të energjive, ne krijuam gjërat për të cilat ne dyshojmë në veten tonë. Por të jeni të sigurt që duke vazhduar, dhe pyetja është, a jeni gati të ndjeni emocionet? Pra, në qoftë se ju do të rrini me mendimet, pra çfarë ju jeni duke kaluar, me të kaluarën ose çfarë do vi ju humni tani. Në qoftë se ju do të vazhdoni me analiza, do të vazhdoni me shqetësime, më besoni, e vetmja gjë është nuk do të arrihet pra të lirojeni nga këto emocione. Pse? Sepse duke qëndruar në këtë vorbull të mendjes, pra si ne ne krijojmë me të vërtet dialoge, pra jemi në një spirale. Dhe kjo po ndodh në jetën tonë. Pra jemi në të njëjtën kur universi ecën, energjia nuk bllokohet, energjia lëviz, transformohet dhe jemi transformues. Atëre, kërkohet a jeni gati që të lirojmë këto energji, dhe në këtë rast do të futemi, do të lidhemi me veten tonë, me qëllim që mjaft përdorët mendjen, se kjo ju sjell në cirkullin, pra duke krijuar me të vërtet dialog të brendshëm, duke ju krijuar pasiguri, konflikte të tjera me njëri tjetrin, ose dhe pasiguri me veten, sepse në një krah e ndjen që diçka nuk shkon, por nuk guxon, sepse është ajo që ke frikë të fillosh pika angazhimit, e humbjes, e braktisjes e të tjerë në çdo aspekt të jetës. Gjithsesi, kjo është ne do të, me të vërtet, ne duhet të lirohemi nga këto blokada, dhe sidomos edhe nuk duhet, pra për sa kohë ne do të qëndrojmë me mendje, për sa kohë ne do të analizojmë të tjera, ajo që ne na bën që të harrojmë, pra të mos jetojmë momentin prezent, është se ne jemi të ngarkuar shumë me mendje, pra kemi një mendje aktive, kemi një mendje me mendime shumë të thella, dhe kjo është që ne kërkojmë të dimë dhe t'japim përgjigje gjithçka. Por si mund t'japim përgjigje gjithçka, ku ne që të gjithë jemi ndryshe? Askush nuk është, pra ne kemi aftësi dhe dhunti që fëmijë të ndryshëm, dhe jemi të ndryshëm, dhe brenda familjes jemi të ndryshëm. Pra kjo është që ne duhet të lirohemi nga emocionet. Pyetja është, a doni t'i lironi emocionet, dhe pse duhet t'i lironi? Sepse këto janë me të vërtetë që na çojnë pa e kuptuar, pra në mënyrë të pavetëdijshme në stres jetësor, pra në një energji që nuk ka jetë, pra i kuptoni që diçka nuk shkon. Jeta është një mrekulli, por gjithsesi për një pjesë nga ju lodhje, pra nuk ndjeni energji, për një pjesë nga ju ndoshta ndjenjat depresion, ankte të tjera, ndërkohë në lidhje me marrëdhënien tuaj nuk jeni të lumtur, por nuk jeni dhe në zhvillimin tuaj, pra nuk jeni duke parë vlerën tuaj, por shihni vlerën këtë tjerët e tjera. Gjithsesi, që të gjitha këto është ku ne do t'i pranojmë këto emocione, që do t'a jap në pjesën e dytë, të kuptoni një gjë, që ju do të arrini në vetbesimin tuaj, ju do të arrini në paqen e brendshme, ju do të arrini, do të rriteni në veten tuaj të lartë në energjinë jetësore.
Pra, përfundimi është që ju duke arritur, duke u lidhur me veten tuaj, ju do të keni një vetbesim në veten tuaj dhe ju arrini që të përmbushni nevojat tuaja sepse jetoni me momentin prezent kur ju lironi këto, sepse keni zemrën e hapur. Dhe në zemrën e hapur ju rriteni dhe merrni informacione, ide e çdo gjë për të cilën arrini që jetën duke plotësuar nevojat tuaja, jeta ju përmbushet, pra bëhet më e përmbushur dhe më e lehtë. Gjithsesi, ajo pjesa e dytë që disa këshilla. E para është për të çliruar nga emocionet, ju do të lidheni me veten tuaj. Për sa kohë ju nuk lidheni me veten tuaj dhe t'i kushtoni rëndësi vetes tuaj, pra t'i dorëzojeni shpirtit dhe t'jeni të hapur në univers për të liruar me këto emocione se nuk jeni vetëm, ju t'jeni të sigurt që ju do të shëroheni. Dhe si të hapni pyetja është, po si të lirojmë nga këto emocione? Atëre, aguzoni ti ndjeni këto emocione, pa gjykuar, pa kritikuar veten, tjetër pa u larguar dhe në çdo moment prezent, tani kur ju vjen, nuk ka rëndësia, ju vjen në punë se jemi duke punuar dhe ju vjen diçka, mbaje mend, edhe në qoftë se për shembull je në punë, pra në qoftë se ke kohë, jepi kohës vet, merr 1 minutë frym dhe kujtoj atë çfarë ndjeve dhe ku e ndjeve, pra që të lirohesh. Tjetër mos u largo, pra mos u rezistoni. Pse? Sepse ne jemi mësuar që t'i largojmë emocioneve, trishtim, zemërim, xhelozi, shqetësime të tjera, pra dëshpërime të tjera, sepse nuk duam që t'i ndjejmë. Pikërisht kjo është në momentin që ju futeni, pra guxoni, shpirti juaj do t'ju sjelli, do t'ju shfaqi diçka të pshet. Dhe kush është ajo që do t'ju shfaqi diçka në brendësi? Është me të vërtetë ajo që ju keni kaluar, pra është diçka që e njihni, që e keni krijuar nga fëmijë dhe gjatë përvojës së jetës tuaj. Është diçka që ju vjen në mënyrë të papritur, pra ju vjen dhe kjo aty është dhimbja juaj e thellë. Kur ju e ndjeni atë, ajo është dhe informacioni i vërtetësisë, i bukurisë së jetës, me qëllim që të lirojni nga këto blokada. Pyetja është, a e lejoni veten për të punuar me këto emocione? Sigurisht, në qoftë se ju e lejoni veten, të jeni të sigurt, filloni, veproni, duke ju dorëzuar shpirtit, ju nuk jeni vetëm, kërkoni ndihmë dhe kjo do të arrihet. Gjithsesi, nëse jeni në këtë kanal, ju keni si të veproni me emocionet, e kam shprehur dhe do ta shpreh në zorët e barkut, pra që të veproni sepse asgjë nuk arrihet duke ndenjur. Sigurisht, kur ju besoni në veten tuaj dhe kur ju ndjeni në momentin prezent, tani se nuk e keni çdo ditë të shqetësuar, por kur nuk i reziston, nuk i gjykon, por i jep njohje si që tregova, e njeh që është e jotja, e njeh që e ke kaluar, mos gjyko, thjesht pranoje dhe jepi falje vetes, edhe nëse ke gabim, edhe të tjerë, pra dhe për këtë kam bërë si të falni, qofse nuk e dini, keni video se si ju duhet të falni dhe pse duhet jeni mirënjohës me qëllim që të arrini të lirojni nga këto emocione. E dyta është, ndoshta ju ju jap një shembull. Imagjinoni, pra filloni të imagjinoni dhe si ta imagjinoni, gjithë këto emocione janë si një mur. Pra në këtë mur të bllokuar në zorët e barkut ju keni trishtimin, zemërimin, inatin, frikën, dëshpërimin, frustraci, çdo lloj gjëje që ju sjell konfuzione tjera. Atëre, si ta imagjinoni, mbyllni syt, relaksoni trupin tuaj, jeni në veten tuaj, pra thjesht relax. Si ta kuptoni relaxin, mblidhe dorën, shtrëngoje fort dhe tani liroje. Që do të thotë relax. Pra e shtrëngon, tani liroje. Kështu lirojeni gjithë trupin, skanojeni gjithë trupin nga kokat e këmbat, shpatullat që i keni kështu, atëre jepi pak anash, edhe bum relaksoj. Pra mos rri shtrënguar, pra jepi pak edhe relax. Krahët, ndjen që i ke të shtrënguar, opa, jepi relax. Fytyrës, vetullat, çdo gjë, këmbëve tjera, pra lidhu në brendësi. Dhe në këtë rast, imagjinoni që keni me të vërtet këta mur, i cili ka të bëjë me atë që ju po e rrëzoni këtë mur tulla.
Pra duke e vazhduar çdo ditë nga pak, duke imagjinuar që këtë mur po e rrëzoni tulla, do të shihni pra po rrëzoni zemërimin, po rrëzoni pra në kuptimin asaj që po njihesh që e ke, po njihesh që e ke frikë, po njihesh që e ke urrëtitjen apo trishtimin apo i dërimin e të tjera, dhe në këtë rast duke hequr në krahun tjetër do të shfaqet drita. Pra ky mur, pse? Se kur e prishni murin tulla, pra këto emocionet, sigurisht në anën tjetër ju imagjinoni që ka dritë. Dhe ka dritë, mendoni, nëse keni një mur, imagjinoj një mur, dhe ju do ta shëmni, sigurisht hapësirë do ketë hapësirë, por do ketë dhe dritë më shumë. Pra kështu është edhe me emocionet tuaja. Dhe si rezultat është ky mur që është barrierë pra tek ne, ka për të bërë atë që do të zhduket, pra hap pas hapi, çdo ditë duke imagjinuar, pra duke imagjinuar që në anë pra muri po shëmbe tulla dhe në anën tjetër ka dritë, ju lirojni nga këto blokada dhe në këtë rast do të arrini në disa drejtime. E para do të krijohet një hapësirë, do të krijohet një liri, do të krijohet një lehtësi në trupin tuaj. Pse? Sepse ju po filloni të lidheni me trupin tuaj, pra është një imagjinat. E dyta është që duke i kushtuar vëmendje kësaj imagjinate, pra me sy të mbyllura, çdo ditë ju do të arrini që bëni të vetëdijshëm me trupin tuaj, pra ju lidheni me pjesën tuaj të brendshme, pra çdo ditë. Dhe së fundi është ajo që ju në këtë moment duke hyrë në brendësi, ju i çoni ndërgjegjes tuaj, pra i çoni sinjal, pra një sinjal të ndërgjegjes për atë që ti je vetëdijshme, je që ndjehesh vesh, dhe kjo e merr edhe pjesa e pra energjia maskullore, pra pjesa e mendjes tuaj, pra i çon në ndërgjegjes tuaj një sinjal që je pra e vetëdijshme, pra je me veten tënde, pra në këtë rast je me veten tënde, je prezent, po jeton tani. Gjitha këto është që ju bën ju duke përsëritur këtë imagjinat, pra mbyll sytë, relakso trupin, imagjinoje këtë mur, tulla po e heq, duke u shkëputur tulla, ju shihni një dritë, drita është mençuria juaj, është ajo që ju lirojeni, ju bëni të vetëdijshëm dhe ju çoni sinjal mendjes tuaj. Okej, mendja ime, unë të dua si ti ishe, për atë kohë ishe mirë, sepse ishte ne krijuam që të mbroni veten si fëmijë, por tani nuk më duhesh më, sepse unë jam me shpirtin tim. Pra kjo është ju fuqizon ju. Dhe e fundit, ndoshta ju keni nevojë për, sepse jemi të ndryshëm, keni nevojë që të bëni ndonjë kurs, nëse nuk dini si të lirojeni, apo me shërue shpirtërore të tjerë, apo me libra. Tjetër është, ju, sidomos me mua, ju mund të shkruani atë që ju kërkoni të dini me vërtetësi, atë që ju blokon ju, kush mendim është, kush është ai emocion që ju vjen për ditë ju dhe ju nuk jeni në gjendje që të lirojni. Sigurisht ju mund ta bëni me veten tuaj, mos jeni të ashpër me veten tuaj, jeni të butë me veten tuaj, se ju jeni të mrekullueshëm, po kështu mund ta tregoni me ditar atë që ndjen, pra vetë me ditar, jepi kohë vetes, pavarësisht se je mund të jesh në një marrëdhënie që nuk të suporton, përsëri lidhu me veten, por do të kuptosh kur të arrish në këto, pra të lirojni nga këto emocione. Kjo është që këtë udhëtim, të kuptoni, ju nuk e keni vetëm, kur ju hapni, pra lidheni me këto emocione, pra kërkoni të jeni gati për të ndjerë dhe për të vështruar zemrën tuaj, pra me vërtetësi, me mirësi, këtu janë gjithë emocionet e mrekullueshme, dhe kjo ju bën që ju gjithçka që të bëni të ktheheni në veten tuaj. Gjithsesi, të kuptoni që përballja e dhimbjeve nuk është e lehtë, unë nuk mund të gënjej. Nuk është e lehtë, sidomos për gjeneracën time, por të jeni të sigurt që aty është me të vërtetë është ajo që vërtetësia. Ju do të lidheni me zemrën tuaj. Kjo zemër ka busullën e jetës, të bukurisë e jetës, dhe të kuptoni sa më shumë ju të hyni në emocionet tuaj, aq më shumë do të kuptoni aty fshihet sekreti
i vazhdimit të jetës tuaj, dhuntia, talenti, misioni, drejtimi i jetës tuaj. Pra me një fjalë aty duke liruar këto emocione, dhe pse janë të dhimbshme, ju do të vini në fuqinë tuaj. Pra ju do të lironi emocionet, ju do të lidheni me zemrën dhe hap pas hapi për atë që zemra ju drejton ju do të rrini me veten tuaj të lartë. Kjo vjen sigurisht gjithmonë vetëm ku ne lidhemi me veten tonë. Pra gjithë të video që bëra, ju nuk jeni vetëm, ju të rrisni ëngjëjt, mjeshtrat, kryengjëjt për të cilën nuk kam bërë, pra gjithmonë hënat e reja dhe hënat e plota na drejtojnë dhe na tregojnë se çfarë të bën dhe si të veproni. Po kështu në lidhje me shpirtin tuaj në këtë rast, me emocione se si të veproni, që të gjitha shtirja nuk jeni vetëm, lutjet që bëni, çfarë do lloj që ndiqni me dëshirë, me atë që do zemra juaj, shpirti juaj, pra shpirti juaj, vetja juaj, është vetëm atëre kur ju lidheni me veten tuaj dhe i kushtoni rëndësi. Dhe sigurisht Zoti na ndihmon që të gjithëve, universi është i të gjithëve, çdo gjë ekziston, vetëm a jeni gati dhe dërgoni energji në univers që ju jeni gati dhe ju do të merrni përgjigje. Mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.